Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Babul haid. Kreu I hajzit, ciklit mujor. Pasi që autori Kuduriu ceku deri më tani, ato që ka I ndodhi njeriut, nëpërmjet të cilave e prish abdestin, pasi që të regoj në fillim që shmirët abdesti, e tani gjëra që prishin abdestin, dhe që robe së në falë pa marrë abdest, e që më të shpeshta, ceki atë që ashtë të prish abdestin, madje edhe konsiderohet papastërti e madhe, detyrohet robi me marrë gusl, po që ndodh ma rrallë. Prej ndodhisë së shpesht, të kalon në ndodhinë më të rrallë, që ndodh ma rrallë. E që është për qëllim gjaku, I cili del prej femrës, prej gruas, jo prej burrit, pra I përket vetëm gjinisë femërore. Ka cekur hajzin, ciklin mujor, menstruacionet, ani pse nën të futen edhe çrregullimet, të cilat ndodhin femrave, po dhe lehonia, e cila vije pas lindjes. Pra, në këtë temë bukur të gjatë, flet për llojet e gjakrave, të cilat dalin nga organi gjenital I femrës. Hajzi është një çështje e komplikuar. Pastaj, meselet I tij të komplikuara në krejt kapitullin e pastërtisë konsiderohet si tema më e komplikuar. Kjo është njërën anë, në anën tjetër është tepër e rëndësishme. Sepse me këtë çështje ndërlidhen shumë gjëra në jetën e femrës. Duke filluar nga namazi, pastaj agjerimi, pastaj haxhi atje në veçanti tavafi, pastaj fjetje me burr të vet, pastaj talaka për shkërorëzimi, pastaj I deti kopritja, nëse vëshilshohet, sa menet për me pastru, për me martu, nëse dënë me burr tjetër. Pra jenë kallabllak këto dhe meseli edhe të tjera, krejt këto kanë të bëjnë me çështjen e femrës rreth me kur është këtë gjendje, me gjak, leximi I Kuranit, hyrja në xhami, dhe kështu me radhë. Një kallabllak mesele. Është temë shumë e rëndësishme. Dhe si rrjedhoj, është farz. Është farz, obligim, detyrim, që të mësohet kjo mesele, apo kjo kapitulli, veçanti nga gjenia femërore. Të mësohet, për ato ulemat kanë thënë, është obligim për prindin që vajzës së vet
kur të rritet bëhet gru, kur të rritet, kur vjen moshën para se marrë cikli mujor. Jam mësu këtë mesele që kanë të bëjnë me ciklin mujor të saj, me gjakun në përgjithësi. E nëse jo, atër me dërgu vajzen dikont të ndonjë mësus e që bje të ndonjë hoxh apo hoxhenic që ma spjegan motrave këto gjëra. Farz është kjo punë, vajgjib është. Për ndryshe, i mërë në qafë, vajzë, e lënë gjitërën të gjimët, nuk din të adhërën Zotin e vetë. Adhërën me ignorancë, me gjehel, e gjehli të qënë kufër, minimumi të qënë haram, si fjala vije, femra nuk i di, se me cikël mujor, në atë gjendje, nesër kur të martohet, e ka haram me fjetë me borën e saj, asaj nuk e din, e aske nuk e din. E një ndalesë e tillë është ma jetë koranor, ose nuk e din se ka haram me xhiruë ditët e muajit Ramazan, sa është në periudhën e saj dhe ja agjeron dhe ngarkohet te Zoti. Dhe kështu me radhë. Andaj është obligim, detyrë, me mësue bijave motra muslimane këtë gjëra. Mi ditë edhe burrat është e për më rëndësi, por rëndësia primare është me ditë vetë këtë gjëra. Me ditë vetë motrat besimtare, dispozitat rregullat e gjakut, pasi që Allah i madhruar, ato i ka përzgjedhur, apo i ka vequar, dhe va ka qu këtë qështë, këtë dukuri, këtë cilësie që është ndalja e gjakut ka trupi i tyne. Kohë pas kohë. Andaj, shkojmë fillojmë tek cikli mujor, tek gjaku, për të marrë disa për meseleve, atë sa na premton koha. Hajzi, i njohur kështu hajz, në gjuhën arabe hajd, cikli mujor, është një ligj të cilën Zoti ka caktuar, ku del gjak prej mitrës së femrës, përderisa është zbrast. Por zakonisht, del gjak prej saj një herë në muajt, në disa ditë të caktuara. E që kjo periudhë quhet cikël, sepse vije njëra pas tjetrës, apo hajz. Në momentin që mbetet gruaja shtatë zanë, mbyllet mitra, krytë, koka e mitrës mbyllet. Kur është e zbrast, koka e mitrës është e qelne, e hapur, dhe rrejat gjaku vetë në një periudhë kohore të caktuar. Kështu e ka kriju i madhe Zot femra dhe nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Aishës të shku në haxhin e Abdulmers, e jenale po shku rrugës afër Mekës. Kur e hyn tend, ka pa Aishën të kajtë. Dhe ka thonë, e në fisti? Se përkon, a pas karë cikli mujora, a e tha po, hadha emrëm, këtë bëhullahu, ala benati Adem, po kjo është një çështje që Zoti ka ketebe, ka caktuar, dhe ka shkru për bijat e Ademit. Pra është ligjë Zotit, s'ke që ka kampë, nuk është për zgjedhje jotja. Kjo është ligjë Allahut tek besimtarët. Tek
femrat të gratë. Pastaj, kur e gruaja shtatzon, pra, koka e mitrës mbyllet, sepse fillon embrioni të formohet, të rritet, dhe nuk ka gjakderdhje, nuk ka cikël mujor. Për ata gruaja shtatzon, nuk ka cikël mujor. Dhe cikli mujor është alamet, është shaj se mitra sënë është të zbrast. është të zbrast. Kështu që me këtë cikl mujor, me këta ka vjen puna, këto është e ka përbledh për ndryshe këtë vynet e të namazi, atje të niqahi, atje të talaku, atje të shpërdahet, sepse shqytëse shumë mesele përbledh, shumë është të gjanë, por fukahat e kanë përbledh në një vend për me theshësu, për me kuptu me mirë. Thot autori, أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها. Minimumi I ciklit mujor është 3 ditë dhe 3 net. Minimumi është 3 ditë dhe 3 net. Ani pse Malikit thonë se nuk ka caktim minimumi saj, apo I ti nuk ka. Ka mundësi një herë është gjak, qaj është cikl mujor, o kry meselja. Shafit edhe Hanbelit, thonë mund të jetë minimumi 1 natë 1 ditë. Hanefit e kanë 3 ditë e 3 net. Minimumi 3 ditë e 3 net. O ma naqasa në dhalike, felese bihajd, wa huwa istihata. Sa tjetë më pak se 3 ditë e 3 net, nuk konsiderohet cikël mujor, por istihada që rregullim. Sa tjetë më pak. Pra, nëse sheh gjak 2 ditë, 2 ditë e pak, 1 ditë, 1 ditë e pak, kë nuk konsiderohet cikël mujor. Duhet minimumi 3 ditë. Kështu thonë Hanefit. وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها. Dorsa maksimumi është 10 ditë e 10 net. Minimumi 3 ditë e 3 net, maksimumi 10 ditë e 10 net. Këto gjëra janë tepër për rëndësi me I majtë me në ropi. Kjo natërisht për këtë femrave, por me ditë edhe mashkull, sepse janë pjesë e jetës ortak, një jetë me femrat, është shumë rëndësi. Minimumi 3 ditë e 3 net. Që atë është më pak, është shregullim. Maksimumi 10 ditë e 10 net. Që atë është më shumë, është shregullim. Pra nalëm të 10, nalëm të 10 qatje. E thejna jo, tash me shregullim. Mo, ndryshe meselja. Gjak po, por ndryshe meselja. Cikël mujor ju. E që vjen ma vonë, se çfarë duhet me bërë. Minimumi 3 ditë, maksimumi 10 ditë. Gjaku I dalur prej femrës nuk është kusht që t'i jekët gjatë këtë periudhës gjak. Ani pse në parim që o gjak është gjak, e që në fillim e gjak I zi, me herë trandë, e pastaj të shku të marrë ngjyrën më të mirë të gjakut. Por nuk është kusht me qenë gjak, për atë thëtë, wa ma tarahu al-mar'atu
من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. Atë lëngë, ajo lëngë, substancë e lëngët, cila del nga organi femrës. Përpas gjakut, ngjyrë të kuqe, ngjyrë të verdhë, ngjyrë të kaftë. Çfarëdo që del gjatë kësaj periudhe quhet hajz. Derisa të shef të bardhë të paqët. Çfarëdo lëngë që del konsiderohet hajz. Pra, minimumi 3, maksimumi 10. Gjatë kësaj periudhe nuk është kusht me qenë krejt gjak, vjen pak ma vonë, ka ndërprerje. Mund vjen sabah, mund vjen mbrëmje, mund vjen natën, mund vjen erëditën, mund tjetë rrjedh pa ndërprej, mundën, pashtu e shtrin për tokë grua. Gjithashtu nuk është kusht me qenë një ngjyrë të gjakut që një shumë nesë gjak. Mundet me dalë me ngjyra të ndryshme për trupit sajna. Krejt kja konsiderohet hajz, cikël mujor. Pas tash vazhdim të regon dispozitat. Qka ka të drejt dhe qka s'ka të drejt. Gruaja, vajza, gjatë ciklit mujor. E që është shumë më rëndësi. Qka i lihet asaj edhe qka ndalohet asaj. Dhe thot, el hajdu yusqitu an el hajdi as-salah. ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Hajzi, cikli mujor, ja pezullon gruas vajzës gjatë kësaj periudhe namazin, po dhe agjerimin. Ja pezullon namazin, ashtë atë që nuk falet. Ja pezullon agjerimin, nuk agjer, ma t'ja bën haram agjerimin. Po ju harrim alejha saum, ja bën haram agjerimin. Haram, ka me agjeru. Dhe pas të e thëtë, o taqdi saum, e bën kaza agjerimin, po la taqdi salah, por nuk e bën kaza namazin. As falet, as nuk agjeran. Me agjeru e ka haram. Haram me agjeru. Haram me agjeru. Dhe kër themi haram me agjeru, na kujtohen nana tona, gjyshet tona, e përpjet, të cilat nga mazdia kanë agjeruar. E që i bje kanë bu haram. Në emën të devotshmëris të Allahut. Kanë bë haram. Dhe nuk e kanë bë kaza. Agjerimin. Dhe e ngarkua si dytë. Njëherë ngarkua që kanë agjeru, se kanë pasë ndaluar. Pastaj e ngarkua që kanë kompenzu, sepse kanë qenë të urdhëruara me kompenzu. Së rrjedhoj i mosdijes e ignorancës. Aisha, radiallahu anha, ka thonë, kane Josibën atë kur është pyet për një gruje ka, qka punë e femrës, është urdhëruar të bëj kaza agjerimin e jo namazin. Aisha ka thonë, e harurijetin ente, mos jepi xhavarejve ti. Haruri i bje një fshat periferit Kufës, ku ka qenë selia e një grupet madh të xhavarejve. Xhavarej
e shohin se është obligim me një pjesë të tyne, me bë kaza edhe Ramazanin, edhe namazin. Përndryshe, ehli seneti nuk mendojnë ashtu, por thonë e bën kaza agjerimin e jo namazin. E Aisha thëtë, neve, kohën e pejgamberit, kur na godit ke, pra kur na vit të cikli mujor, kuna nu'meru bi qadai sawm, wala nu'meru bi qadai salah. Ne urdhëroheshim ta kompenzojmë agjerimin, por nuk urdhëroheshim ta kompenzojmë namazin. E hadithi është në Muslim. Pra pejgamberi na urdhëronte që ju granimi duhet ta kompenzoni, ta bëni kaza agjerimin, por jo namazin. Pra është kjo punë legjitime për ligjvënësit, për pejgamberit Zotit. E pse ku dallimi? Po dallimi është thjesht rahmet i madh të Zot për femrën, sepse namazi është i përditshëm. 5 kohënditje, herë 5, 6, 7, 8 ditë, sa ta ketë atë ciklin mujor, i bie 3-4 namaze. Pastaj, kur të pastrohet, dhe të me falë namazet e kohës, mjashtu edhe këto që i kanë betur, për pas punëve tjera ditore që i kanë obligimeve tjera, është haram për femrën. E Allah e ka pezulluar këtë barë për kundër agjerimit e cilë është i rrallë. Vjen një muj edhe shkan 19 muaj, është e lira jo, kur të dënë me bë kaza. Pra obligohet me bë kaza agjerimin, por nuk obligohet me bë kaza namazin. Vazhdon autori dhe të regon për gjërat të cilat i ka të ndaluara femra gjatë ciklit mujor dhe thëtë: "Wala tadkhulu al-masjid, wala tatufu bil-bayti, wala yatiha zawjuha." Dhe nuk hyn në xhami, nuk i lejohet grua gjatë ciklit mujor me hyrë në xhami. Wala tatufu bil-bayt, nuk i lejohet me bë tavafe. E vetëm i send që i ndalohet femrës gjatë haxhit apo gjatë umrës, e që umra ka të bëjë me shpinën e Zotit krejt, por veçanti gjatë haxhit është tavafe. Krejt punë të haxhit tjerat i kryen, ajo pas një problem, vetëm tavafe s'mundet me pa. Dhe kjo është me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Aishës e erdhi cikli mujor duke hyrë në Mekë, pa hyrë në Mekë gjatë haxhit lam të mërës, dhe që kur pejgamberi pa të kajt, tha çat ka gjetë, çka ke që pëkan, a mos ka cikli, tha po, aja ngrata, o më rëzit ka friga se tash në qef me kry haxhin, po jetë pa haxhe, e pejgamberi tha nuk jep se brëngosesh, ifali kulli me fal el-haq, gajrë eneke la të tufine bil-bejti, hata të të thorin, mëso bëja ata që ban haqiju krejt ata që ban haqiju bëra, për pas që mëse kry, mëse bët të afafin rrëth qabës dherë sa të pastrohesh. E hadith është në Bukhari. Bëja ata që ban haqiju. Pra, shka në Rafate, Gjujgurte, Kurban, Muzdelife, Minne, krejt i krynë, të tana, që i krynë haqiju, për pas kur vjen koha e tavafu l'ifada, e që është shtyllë e haqjit, mësil, rrëth qabës, këtu nuk banë, deri sa të pastrohesh. E që nën kuptan, ku këthët në autori, vëla të tufu bil-bejti, dhe nuk bën që aja të bën tavaf, rrëth qabës. Vëla jetiha zawjuha, po ashtu nuk bën të ketë kontaktin ti me burrin e saj, e Allah i madhruar ka thonë fa të zëllën nisa e fil mahid,
në surat al-Baqara. Dhe mos ia afroni grave në kontaktin tim kur ato janë në cikël mujor, për ata është haram një veprim i tillë. Wallahu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.